Po, te poste Çorles, çfarë ndodhi? Po ikja, mbasi psonisa pak, po ikja me një biçikletë vogël. Ma prej rrugën një pogon, një bar, pogon mallash. Zbritën dy nga 25-30 vjeç, diçka e prapë, dy djemra të rinj, me ngjyrë zezë. Fillon më goditën, s'më dha në arsye. Unë s'kishe takat të tjere për ike, më loj gjaku. Tentuat të ikin, unë vazhdoj rrugën dhe një me biçikletën, si që ishe zvarë, vajta zvarë, me gjithë biçikletën vajta zvarë para furgonit, që mos më ikte sa vite policia. Ata zbritën prap nga furgoni, më goditën prap, edhe më tha ma shkon polici po deshe. Pra pas një lloj arsye. Erën e dytë, ma tha, Po. edhe ikën, një hypën makinë. Eri ambulanca, nuk e njoftova se doje të bëj një foto furgonit, ma më loj telefoni gjaku, se gjatë e paci e shlim shumë pikole gjaku të edhe telefoni nuk arrije do të shtypja ati ku doja. Dhe sa u bëra gati hiku furgonit, se hajtë, një gas ishe. Aty kishte persona të Shumë, pranishëm, gjithë problem mund dëshmitar. t'ishte, mund t'ishin 100 veta, që bon se ja. I gjithë trebu, i gjithë njerëzit që kalojnë poshtë kryerë, gjithë, ish një popull si e madhe. Edhe askus dëryri. Personat që të goditën ke pasur më përpara ndonjë kontakt, Jo, i njifje? As pa e njo, i njo kështu që janë pellë në lagjet, po jo se i njo kështu me individ si ku rinë e ku bëjnë. Çfarë dyshoni ju? Çfarë arsye i shtyu ata që të ju dhunonin ju? Ndoshta nga që i kam pirë, Mohamedja, ndoshta i ka bërë dolla, i ka bërë asashe, i ka bërë... S'mund të imagjinoj se ajo raj barbar që më bëri, su ku edhe 1 milion të kështë borës, do t'ishe rao në askal. Që unë s'u kom borës, s'u kom 100 lek, 1 milion. Edhe ikën, mund të rrigjën, vinë e policia e si arrojnë. Tashmë ata persona janë arrestuar. Po, në këtë moment, jo në këtë moment, po para një njorin diçka kështu, eri një jafri të me eri këtu. Pa, tha unë i mua me dorën time, tha i qëron policive. Çfarë ju tha i për çfarë arsye kishin bërë? Ai afër, e shpjegoi? Ai tha unë i fola u bora, tha i mora për vesh, i çova tha polici të dyja tha, se i kom nipa. Kush janë, nuk e di çfarë tha. Edhe i mori 2, ka qënë polici. Tashi, po të gjinja i, gjinja unë vesh digja. Ma meri një oficer policia, ma mori një dëshmi, po këto pjatë që po plasin. Më tha bo njësër atë, mjeku ligjori atë qasha, jo një raport për këto. Kuse këta më tha ma, do rrishtu, tha, se do vazhdo terapi, tha, se ke probleme syje, ke 3 fizje, tha. 2 i ke Sipër, 1 ke Nanës. Edhe pasë më që kësi për syri, tha se ta ka mulluar gjapa të, ta ka plekse, do rishë më terapi këtu, tha nuk da i kishë. Se do e tikja faktë. Pra gjendja juaj shëndetësore nuk ju lejon që të... Po, kam problem të ashe syri dhe koka, kokën më kanë goditur aq shumë sa që se imagjinoj të si nuk mos qarë koka të më i të gjaka, po. Si që thot dhe njerë... Po vese dhimje e kokën, dhimje e verë kësu e kërë se një fare, su kërë tullën, se një fare kokën, si tullë ato, haqë dhimje. Po dhe syri më mullua që atje, syrin se pas fare, dësa arë këtu syri kësu që më gjakë, këtu ndërroha më prunë robe, që ndërroha. Ju jeni person pa konflikte, jetoni vetëm me bashkë? Mendon se ata ishin... S'kam asë incident, s'kam atë njërë në polici, s'kam njërë i shef, s'do të një polici me sy në kuptim fjallë si s'do të shkoj për këto, s'kam. Po, pare janë 3-4 vjetës, më kanë vjetë shpinë, muaj për muaj ma vishnje. Në qolla, se qolla lagja që vjetë. Ka marrë policinë, ka arru ka përzatua, por vishë se ka marrë asë kujë, ma kanë vjetë të jo natë. Ju ku punoni? Unë punem me vesëbime, me këtë vesëbime, me ndërmarrë vesëbime publike. Mos puna juaj ka bezdisur... Natë. Jo, s'kam një incident natë, se unë punem vetë, se s'punem edhe në grupë. Unë punem me posë edhe vejtë që janë bulevard, e ma në orën 8, e në 2 natës. S'kam në asë një klient, në asë një turismë, asë një... Me shok puna s'më lidhë puna, se s'më lidhë puna me shokën. Jo, vetë të këpuqi punër. Ata e kam në 9 të orarin, e lojnë 3. Unë e kam 8, e kam 1 orë atyrë. Edhe e lojnë 2. S'na lidhë.
Ata e ke iden se ku punon, janë të njëjtin punë me ju apo e kanë punë tjetër? Ata një ditë punojnë në bulevard, një ditë në spital, një ditë janë të sipas nevoja që ka. Dhe jeni në të njëjtin ndërmarrje që punoni. Po, një ndërmarrje me se një përgjithës kemi një drejtor, po. Aktualisht unë punoj vetë tek punë. Po. Dhe unë punoj vetë me kosa, dimër, bear, unë kam kosa, nuk mirë me psese, me punëtorët, me të tjerë, me aksione që bojnë, nuk shkojnë në aksion, se vinë darkë të kosat. Bojnë aksione, bojnë këto, nuk marë pjesë, jam kasirë për të time. Ti mendon se ata ishin të pirë apo të thanë diçka? Mund të thëmë asgjë, po ndoshta ka qenë pirë, ndoshta ka qenë të asashit se edhe të pirë të ishin, nuk do isha ajo real. Ndoshta s'kam pa lekë për asashit edhe dollë për para. Të kërkuan lekë, të kërkuan diçka? Jo, asgjë s'më kërkuan. Mua vesëm goditur. Po, revoltimi të tyre mund t'ishe se isha arritur, ka arritur majtë kokës ajo, halli tyre. Në zonën të muaj. Unë 63 vjeç shkoj të zirë me idealin se 5 vjeç, po çfarë me deriu, s'ka mund fort. Ma në guximin të zirë me idealin se 5 vjeç, po kur një. Do ja vru, vetëm saj do të më ikë vllazë. Mos kam dalë për fotograf. Faleminderit. Ata më goditur mua herë të dy. E s'njaftuan që më bën copën e parë, më bën e gjatë. Tentuan të ikin. Unë mua zua rrugën 52. Pastaj edhe më keq 52. Po ka goditur një herë, pasa që më ngeli pesh, më gjasë beson dhe zot. Më bëri të më ngeli pesh më 7 mm. Ishe shtuar në to. Të mërve se kama, dhe se këtë pjesa të ku. Më kapi kur më odhe e i me zhamate. Si kishe borqë. Edhe ikëm, po, ndaloj, po, ndoj, qem të pirë, qem pa pirë, qem asash. Vine se eri policia, eri oblaza, pare eri policia. Edhe vini pasaj, se si, po, ty ke pa, ti s'ke, unë të rava, ty jam falja, s'am falja, të thes tash. Jemi njerës, unë s'jam kaps. Unë kam 32 vjetë në qolë, s'kam i ditë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të urojmë shërim të shpejtë. U bezdis